Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad, ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Falenderojmë Allahun e lartësuar që na mundsoi këtë takim të radhës në Sira 55, ku do të vazhdojmë me kronologjinë e ngjarjeve gjatë jetës së pejgamberit alayhis salam. Sot do të flasim për një ngjarje tjetër shumë e madhe, interesante në Sira, dhe do të vazhdojmë edhe disa ligjërata të tjera për shkak se ka shumë të dhëna lidhur me këtë që do të flasim, pra do të flasim për betejën e Hendekut, dhe do t'i përfshijmë domethënë shumicën e atyre që janë transmetuar deri tek ne. Pra po fillojmë me pjesën e parë të betejës së Hendekut. Në përgjithësi, motra të dashura, kjo betejë i ka dy emërtime dhe në libra të sirës i gjejmë kështu dy emërtime. Një quhet betejë e Hendekut, se Hendek pra është domethënë një kanal, një grop që hapet, edhe në gjuhën shqipe përdorim një hendek, për shkak se kështu pejgamberi alayhis salam dhe besimtarët e kanë bërë domethënë një hendek mes atyre dhe armikut, po në librat e sirës e gjejmë edhe si betejë e Ahzabit, që do të thotë e grupacioneve të ndryshme apo e konfideratës, për shkak se në këtë betejë armiqt në një mënyrë shumë të çuditshme, si asnjëherë më parë në historinë e arabëve, janë bashku grupacione, fise, domethënë çka asgjë s'kishte mundur t'i bashkoj, i ka bashku kufri i tyre dhe dëshira e tyre për ta luftu të vërtetën dhe për ta luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të dy emrat janë të pranishëm domethënë në literaturën islame. Kur ndodhi betejë e Hendekut? Janë dy mendime që secili prej këtyre mendimeve ka domethënë bazën, dhe nganjëherë po e vrini se po i shpjegojmë edhe mendimet lidhur me data, që është domethënë ndoshta një nivel më i avancuar i sirës, mirëpo këtë po e bëjmë me qëllim që të kuptojmë domethënë se sa mund është dhënë për të ruajtur dija, për të kuptuar kronologjia, sa dietari domethënë është mundu që të sjellë çdo gjë çka ka ndodhur në historinë e pejgamberit alayhis salam deri tek ne. Njëri mendim është se ka ndodhur në vitin e 4 të Hijretit, pra 4 vite pasi që pejgamberi alayhis salam është shpërngul në Medinë, dhe mendimi tjetër është se ka ndodhur në vitin e 5 të Hijretit. Ky mendimi i vitit të 4 bazohet në një transmetim të Ibn Omerit, i cili thotë se në betejën e Uhudit isha 14 vjeç dhe pejgamberi alayhis salam nuk më lejoi që të marr pjesë në betejën e Uhudit. E kemi përmend se disa të rinj që i ka kthy pejgamberi alayhis salam, disa adoleshent nuk i ka lejuar të shkojnë në luftë. Thot, ndërsa në luftën e Hendekut isha 15 vjeç dhe mora pjesë. Pra ky është një argument që edhe Buhariu e përkrah këtë mendim, dhe domethënë e gjejmë këtë te Buhariu. Pra që i bie viti 4, sepse ashtu siç kemi thënë, në vitin e 2 ka ndodhur lufta e Bedrit, në vitin e 3 lufta e Uhudit, dhe sipas kësaj që i bën Omeri në luftën e Uhudit pas ka qenë 14 vjeç, ndërsa në të Hendekut 15 vjeç, po i vjen që një vit pas Uhudit. Ndërsa mendimi tjetër është se ka ndodhur në vitin e 5 të Hijretit, dhe këtu domethënë shumica e dietarëve që janë marrë me sira, si Ibn Ishaku, Ibn Hishami,
po edhe Ibnul Qayyim e të tjerë, këtë e bazojnë atë se pas betejës së Uhudit ka ndodh ajo, domethënë premtimi që është dhënë në Uhud. Ebu Sufjani kur e përfundon luftën i thot takomi pas 1 viti në Bedër. Dhe në atë vit pejgamberi alayhis salam e besimtarët shkojnë në Bedër, mirë po Kurajshët nuk vinë, duke arsyetruar se janë lodhur për shkak të një thatësie të madhe që ka qenë në Mekë në atë kohë, domethënë nuk kanë pasur as ushqime të mjaftueshme etj. Që po i bie se ajo Bedri 2 që nuk është realizu, po është mendu të realizohet, ka qenë 1 vit pas Uhudit, dhe kjo tani vitin tjetër, me që atë vit nuk kanë mundur të takohen. Gjithashtu argument tjetër i këtyre dietarëve që thonë që është në vitin e 5, është edhe vdekja e Sa'd ibn Muadhit, i cili ka transmetime pra që ka vdekur në vitin e 5 të Hijrit. Dhe vdekja e tij është me njëherë si të kryhet lufta apo betejë e Hendekut. Kështu që domethënë këto dy mendime janë vitin e 4 apo vitin e 5 të Hijrit. Si filloi betejë e Hendekut? Nëse ju kujtohet ligjërata më herët, kemi folur për një prej fiseve të hebrejve që ishin në Medinë, që kemi treguar domethënë se edhe pse në fillim kur ka shku pejgamberi alayhis salam e ka bërë marrëveshjen me ta që të domethënë të veprojnë si tamam qytetarë të njëjtit vend, se do të domethënë ndihmojnë njëri tjetrin se sa i përket ligjeve të fesë së tyre secili do t'i zbatojë ato të vetat, ndërsa kur vjen puna armiku nga jashtë do të bëhen bashkë dhe nuk do ta ndihmojnë armikut e tjetrit, etj. Mirë po pra kemi shpjeguar gjatë sirës se asnjë marrëveshje nuk ka qenë e përmbushur nga këto fiset hebreje të Medinës. Domethënë çdo herë e kanë tradhtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe fisi Benu Nadir kemi shpjeguar domethënë se ka përgatit atentat në pejgamberit alayhis salam kur ka shku te ta dhe domethënë derisa ai ishte ulur poshtë kështjellës, një prej kështjellave të tyre, se kemi thënë që ata e kanë pasur ashtu që vendbanimet e tyre i kanë rrethuar me fortesa, me kështjella, domethënë rreth e përqark, që ka qenë një arkitekturë ndryshe prej arabëve, ka qenë diçka më e avancuar, po kur pejgamberi alayhis salam me Ebu Bekrin ulën poshtë, ata domethënë synojnë që nga lart të hedhin një shkëm të madh dhe ta mbysin pejgamberin alayhis salam, por në atë moment e njofton Xhibrili dhe pejgamberi alayhis salam çohet nga ai vend dhe pastaj domethënë Allahu urdhëron që ata të largohen prej atij vendi dhe ju lejohet atyre që të marrin krejt pasurinë e tyre prej aty. Nëse ju kujtohet e shpjegonim se edhe dyert e shtëpisë i merrnin me vete, krejt çka mund të barte deveja i ngarkuan dhe u larguan, shkuan në një vend tjetër, në një qytet tjetër, ku kishte edhe fisë tjera jehude, pra që quhej Hajber. Dhe përkundër kësaj, domethënë që ata shpëtuan pa u luftuar, i lejoi pejgamberi alayhis salam pa luftë të largohen prej vendit, qet. Megjithatë, nga atje tani, nga Hajberi, ishin fole e sherrit dhe dëshironin domethënë prej atje t'i bënin dëm muslimanëve. Çfarë bën? Shkon te Kurajshët në Mekë, që më parë as që diskutonin ndonjë gjë me Kurajshët, gjithmonë i nënçmonin si idhujtar, por tani shkojnë dhe i ofrojnë atyre
bashkëpunim që vetëm ju ngrituni e shkonin luftë. E kishin dëgjuar, domethënë që nuk kishin shku pas Uhudit në Bedër edhe pse ashtu ishin marrë vesh. Pra i thonë atyre nëse shkoni ne do t'ju ndihmojmë juve me pasuri, me ushqim, me çdo gjë çka juve ju duhet, vetëm organizoni edhe shkoni tek domethënë luftoni pejgamberin alayhis salam. Krejt çka keni nevojë, ne do t'ju japim ju. Dhe kurejshve kjo gjë ju interesante shumë, po për momentin, domethënë për shkak se nuk ishte organizuar domethënë këto vite prej kohës së Bedrit e tutje karavani që shkonte në Damask, ku aty fitonin pasurinë më së shumti se kurejshët ishin tregtar, domethënë të Mekës, dhe për shkak të kësaj nuk kishin shumë dhe dy luftrave, Bedrit dhe Uhudit, domethënë nuk i kishin punët aq mirë me pasuri në këtë kohë, kështu që kjo gjë ju konvenonte shumë. Por është interesant se si Ebu Sufjani domethënë i thot këtyre të fisit Benu Nadir që pa ju po thoni që t'i luftojmë muslimanët. Thot dhe për neve, ata që janë armiq i muslimanëve janë miq tonë. Mirë që keni ardhur. Domethënë i mirëpret për këtë gjë. Mirë po thot, po m'intereson diçka, Ebu Sufjani thot. A është feja jon më e afërt me juve apo feja e Muhamedit? Pse e bëjnë këtë pyetje? Në përgjithësi, kurejshët idhujtarët e krejt gadishullit e nishin veten inferior ndaj jehudëve, domethënë që vlen më pak se ata, e kishin një farë admirimi të fshehur për ta, sepse ishin si popull më i zhvilluar, dinin shkrim, dinin lexim, e kishin një libër që i thonin që është libër domethënë prej Zotit. Kishin shumë zanate, domethënë ishin më të zhvilluar në përgjithësi. Prandaj tani këta po dëshirojnë me ditë si ka mundësi që jehudët më bë bashkë me këta. Kur këta në përgjithësi e dinin sipas asaj çka kishin sipas asaj çfarë ju kishte ofruar Muhamedi alayhis salam. E dinin shumë mirë që feja në të cilën threste pejgamberi alayhis salam ishte shumë e afërt me fenë e jehudëve. Domethënë thirrja në besimin në një Zot, këtyre idhujtarëve që i kishin 10 zota e idhuj, pastaj normat njerëzore si ishin vendosur domethënë përgjithësi, e dinin edhe pse idhujtar, e dinin që feja islame është, domethënë ka shumicën e gjërave i ka të njëjta me ata që janë pasues të Tevratit, sepse edhe Tevrati dhe Kurani janë libra të shpallur prej Zotit. Por pse kjo armiqësi me ta dhe tani miqësi me idhujtarët, kjo e shtyu Ebu Sufjani që t'ja bëj këtë pyetje. Subhanallah. Dhe ata kësaj pyetje pa fije turpi ju përgjigjen, thonë ju jeni ata që janë më të udhëzuar se Muhamedi, prandaj ju jeni më afër të vërtetës. Domethënë me gojën e tyre, duke ditë shumë mirë që është idhujtaria, e duke ditë shumë mirë në çka po thret Muhamedi alayhis salam, për shkak të inatit të tyre e flasin të pavërtetë. Duke ditur që Muhamedi alayhis salam është pasardhës i Ismailit, djalit të Ibrahimit alayhis salam. Dhe ata janë pasardhës të Ishakut, djalit tjetër të Ibrahimit alayhis salam.
Dhe se të dytë edhe Ibrahimi dhe Ismaili, dhe më thënë takohen, edhe Ismaili edhe Ishaku takohen të babaj të tyre të Ibrahimi dhe ja kanë të njëjtin trong, por i natet e tyre i shtyjnë që t'ju thonë i dhujtarëve që ju jeni më afër të vërtetës se sa Muhamedi alayhis salam, subhanallah. Pra kemi treguar edhe më herët se si ka dëgjuar Safia, që tregon pasi që e ka pranuar Islamin, që bëhet gruaja e pejgamberit alayhis salam dhe është një prej domethënë vajzave të prisave të këtij fisi, që tregon se si e ka dëgju babain e saj, Huyej ibn Akhtab, duke folur me gjagjain e vet, pasi që e kanë takuar Muhamedin alayhis salam në Medinë. Dhe thot gjagjaji im e pyeti babain ç'a mendon për të. A mund t'jetë ky pejgamber? Dhe ky thot po. Ky ka gjitha shenjat që është pejgamber. Thot mirë pra, ç'a po bëjmë? Apo pranojmë? Atëhere i thot jo, pasha Allah nuk do ta pranojmë, por do ta luftojmë derisa kemi gjuhë. Pra, prandaj dhe Allah i përshun duke e ditur të vërtetën, këta e shtrembrojnë të vërtetën. Dhe për këtë gjë, për këtë thënie të tyre, për këtë, domethënë, mohim të tyre, të vërtetës, Allahu e shpall një ajet kuranor në surën Nisa, domethënë ku ju tregon se sa e keqe, sa e ndyt është kjo çfarë ata po thonë. Domethënë duke ju thënë, a nuk e ke parë o profet ata që është dhënë një pjesë e shkrimit të shenjtë për krahin idhujt dhe perëndit të rem, se si sigurojnë jo besimtarët se janë më të udhëzuar se sa besimtarët. Kështu që domethënë Allahu subhanahu wa taala i citon ata dhe ju zbulon këtë komplotin e tyre në Kur'an se kishin një bashkëpunim vetëm e vetëm për të ardhur dhe për ta luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, janë gjendje të thonë lloj-lloj gënjeshtra vetëm për ta domethënë për të bërë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pasi Kurejshët pranuan t'i ndihmojnë, hebrejt nuk u mjaftuan me këtë gjë, por shkojnë edhe te Gatafanët. Gatafanët ishin një prej fiseve më të mëdhaja beduine, domethënë fiseve arabe që jetonin në shkretëtir, pra në rrethina. Dhe shkojnë te ta dhe i ofrojnë atyre që të bashkëpunojnë mirë, po ata nuk shfaqin interesim. Pse nuk shfaqin interesim? Sepse nuk ishin domethënë nuk e kishin atë dertin sikur që e kishin Kurejshët lidhur me karavanin e tjerë. Prandaj edhe nuk deshën t'ju përgjigjen mirë, po këta si mjeshtër të gjërave të këqija që dinë se cilin ku me godit, ju thojnë Gatafanëve se juve, nëse vini me na ndihmu, kemi m'ju ndihmu në atë mënyrë që kemi m'ju dhënë gjysmën e të kurrave në Hajber, nga tër viti që ka marrim gjysmën e atyre të kurrave. Ndërsa Hajberi ishte një vend, domethënë ku kishte shumë plantacione të hurmave, të rrushit, të drithrave, domethënë kishte bereqet shumë të madh si qytet.
dhe paramendoni pjo ofrojnë gjysmën e atyre të kurrave gjatë tërë vitit që marrin, vetëm nëse ju vini edhe na ndihmoni. Që ishte një ofertë fantastike për njerëzit e shkëtirës. Pra, në atë zhargonin tonë tash kishim thënë mercenar, kam pagu mercenar për t'ju ndihmuar atë. Dhe këta njiheshin gatafanët si një prej fiseve më agresive, domethënë më të ashpra, më të pakvendura që nuk kursenin asgjë, domethënë kur ishin pyetje interesat e tyre. Ndërsa ndërkohë kurejshët dërgojnë edhe përfaqësues të tyre te fiset më të vogla që ishin, pra gatafanët këta më të mëdhajt i binden jehudët, ndërsa kurejshët shkojnë te fiset që kishin diçka krejt interes prej këtyre karavaneve që shkojshin në Damask, pra prej tregtisë që e bënin kurejshët, dhe që tash ishin prekur edhe ata sepse domethënë tregtia s'po ju funksiononte këto vite, kështu që i bashkuan sipas disa transmetime 10 deri në 15 fise, që ishin njerëz domethënë të shpëndar nëpër Gadishull, dhe të gjithë kontribuan me dikush me armatim, dikush me kuaj, dikush me sklever, me luftëtar e tjera. Domethënë ishte një bashkim i të gjithëve që të eliminojnë një herë për gjithmonë forcën potenciale në rritje të Islamit. Dhe nuk ka dyshim se një prej faktorëve kombinues ishte edhe urrejtja ndaj kësaj feje, si thonë ata, feje të re. Dhe ishte diçka e habitshme, domethënë se si u bashkuan këta njerëz, ishte diçka e re, nuk kishte ndodhur më herët. Ebu Sufjani ishte në krye, ishte udhëheqës i ahzabëve, këtyre grupacioneve, dhe ishte pra komandant i ushtrisë. Sipas Ibn Ishaqut përmendet se ishin mbledhur rreth 10.000 burr, gjithë domethënë kundër Medinës. Ndërsa në Medinë ishin 2500 burra që ishin të përshtatshëm për luftë. Domethënë po i bie që janë 1/4 e këtij grupi të madh prej 10.000 vetësh, domethënë. Dhe kjo mos të harrojmë që asnjëherë më parë nuk kishin bashkuar kaq shumë fise. Sepse kemi thënë se atëhere në atë kohë nuk kishte ndonjë organizim të tillë si bashkim rreth një kauze, Dhe krejt ishin fise që luftonin njëra me tjetrën për një interes të vogël, një interes lokal, e tjera, domethënë nuk kishte një bashkim të tillë siç i bashkoi shejtani në këtë mënyrë, domethënë që ta luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe si çdo herë që kemi pa që është strategji e pejgamberit alayhis salam, që është një sunet që duhet ta pasojmë, të konsultohemi për çdo gjë, pa marrë parasysh a jemi në pozicionin e udhëhecit apo në pozicionin e njerëzve domethënë të thjeshtë. Pra pejgamberi alayhis salam i zgjedhur i Allahut, profet i Zotit në tokë, ishte komandant i ushtrisëve, ishte imam i xhamisë së vet, ishte kryetari i shtetit të Medinës, mirë po për çdo gjë i mbledhte sahabët dhe konsultohej me ta se çfarë të bënte. Në librat e sirës nuk përmenden shumë mundësi, shumë alternativa, Do të thënë në fakt kur mund ta paramendoni kur mbledhen 10.000 ushtar për të sulmuar, thjesht
duhet sa më shpejt me vepru, me gjetë një farë mënyre, sepse nuk ka shumë kohë për të bërë alternativa dhe për të bërë analiza. Dhe sipas disa transmetime thuhet se Selman El Farisiu ka qenë ai i cili e ka propozuar hendekun. Historinë e Selman El Farisiut e kemi shpjeguar, domethënë dy herë, një herë ndoshta ka qenë ligjërata e tretë apo katërt dhe më vonë domethënë kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë dhe ka shtaku me të, pra kemi thënë se ka qenë domethënë persian nga familja kryesore, domethënë që janë kujdes për atë domethënë tempullin e zjarit, sepse persianët kanë adhuru zjarin. Dhe ai ka ikë sepse ju ka duk një besim i kotë dhe ka shku nga një prift te prifti tjetër, nga 10 vite, 15 vite te secili duke kaluar kohë, njëri duke e dërgu te tjetri, duke thënë vetëm ai prift ka met me të vërtetën, shko te ai, derisa i fundit thot shko domethënë në një qytet ku ka shumë palma, ja përshkruan pra që është dikun në vendet e arabëve, sepse aty do të vijë pejgamberi i ardhshëm. Dhe kemi shpjeguar se si Selman El Farisiu, domethënë është nisur dhe ka mendu prej hulumtimeve që i ka bë, ka mendu se ai është hajberi, mirë po rrugës e kanë zënë dikush e ka robru, pastaj e ka shit si rob dhe ka dashur Allah që të shitet si rob një hebrej të Medinës. Dhe në vend që të shkojë në Hajber, ku nuk ka pas me shku pejgamberi alayhis salam, ka shku në Medinë dhe aty ka prit pejgamberin alayhis salam, por ai ka ndejt shumë gjatë si rob derisa është liru nga robria dhe nuk ka marrë pjesë as në Bedër as në Uhud. E tani ishte liru nga robria, pra por ishte në moshën mbi 70 vjeçare, domethënë sipas transmetimeve, është prej sahabëve që ka jetu shumë gjatë ka disa libra thonë se ka jetu 120 vjeç. Por pse po e përmendin këtu Selman El Farisiun? Sepse ai me që ka qenë domethënë Persi, vjen nga Persia që ka qenë një civilizim ndoshta më i madh në atë kohë se sa që ka qenë tek arabët, pra e sjell këtë ide të hendekut që nuk ishte e njohur më herët tek arabët, pra hapja e hendekut. Dhe thotë i dërguari i Allahut, ne kështu kur kishim luftra, kur kishim mundësi hapnim hendeqe dhe armiku nuk mund të vinte domethënë në atë anë. Dhe pejgamberi alayhis salam e pranon propozimin e tij dhe fillojnë domethënë të hapet hendekut që domethënë të gjithë punojnë për këtë hendek. Padyshim se në këtë rast kemi shumë mësime. Domethënë një ide e hapjes së hendekut, domethënë ishte një ide e importuar nga jashtë. Pra nuk ishte ndodhur më herët. Dhe kjo tregon se sa i hapur është Islami, si pejgamberi alayhis salam menjëherë pranoi këtë ide të re. Pra kur bëhet fjalë për inovacion, kur bëhet fjalë për teknologji, kur bëhet fjalë për çka do që ka të bëjë me dynjan, Islami është i hapur për çdo ndryshim. Pra nuk është ajo se jo se kanë bë këto muslimanë dhe tash është haram me marrë se e bëjnë kafirët. Jo, domethënë në çështje të dynjas, çdo gjë duhet mirret nga përvojat e ndryshme njerëzore apo nga normat që janë në atë kohë, sepse çdo dituri është prej Allahut. Domethënë edhe pse jo besimtarët arrin diçka në shkencë, kjo është se Allahu ju ka lejuar atë gjë. Prandaj duhet të bëhet. Ndërsa ajo çka nuk duhet të mirret, domethënë si diçka e re si inovacion, është për çështjet e adhurimit.
për çështjet e ritualeve fetare, për çështjet e besimit tonë, ha? Me thënë, me thonë me tren tash akidja, po bëj ka me besu dhe kështu, apo me tren namazi bën veç 2 herë në ditë, apo tjera, dhe me këto gjëra nuk lejohen. Përndryshe për çështje tjera është, dhe me thënë gjë shumë normale, musliman duhet jenë të hapur për të marrë dije të reja. E kemi edhe një rast në jetën e pejgamberit alayhis salam ku e kuptojmë këtë gjë. Për shembull është çështja te vula e pejgamberit alayhis salam. Kur pejgamberi alayhis salam e bëri gati një letër që t'ja çoj Herakliut, që ishte perandori romak i Bizantit, pra pjesës lindore të do të thënë të perandorisë romake të Bizantit, disa sahabë i thanë, o i dërguari i Allahut, ta perandorët nuk pranojnë asnjë letër, asnjë mesazh nga një sundimtar tjetër, nëse nuk e ka një dyll të vulosur mbi të. Kështu që pejgamberi alayhis salam i thotë si bëhet kjo, dhe ata i thanë domethënë që duhet të shkruhet, të gdhendët, çfarë dëshirojmë me gdhend dhe pastaj kjo të futet në dyll. Dhe kjo bëhet unaza e pejgamberit alayhis salam, domethënë po shkruan Allah, Rasul edhe Muhammed. Edhe çdo herë sa herë i dërgonte letrat, pra e fuste në dyll këtë dhe e bënte tamam si vul në fund të letrës. Pra, kjo është domethënë një mentalitet i shëndosh që nëse diçka është normë shoqërore dhe nuk ka të bëjë me ndryshimin e fesë tonë, atëherë kjo gjë është shumë e pranueshme sepse ekziston një sistem dhe bota funksionon sipas atij sistemi. Domethënë nuk ka gjë të ndaluar për këtë aspekt. Pra po e shihni se si vazhdimisht në sira po marrim mësime për gjëra të cilat neve na nevojitet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të njëjtën kohë mendoj edhe diçka që është shumë largpamse nga ana e tij, pra e dinte që në brenda në Medine ka mbetur një fis hebrej, Benu Kurejva, me të cilët 3 herë kishte ripërtri marrëveshjen. Pra, sa herë që kishte një mosmarrëveshje me një prej fisëve të hebrejve, shkonte dhe i pyeste këta tjerë, a jeni ju ende apo edhe jo në këtë mënyrë. Pra, kur u ndërprej, kur domethënë u prish marrëveshja me fisin Benu Kainuka, e pyeti Benu Kurejden dhe Benu Nadir, a jeni ju ende në marrëveshje apo nuk jeni? Jemi. Pastaj kur u prish me Benu Nadir, e pyeti prap Benu Kurejden, a je ende, dhe i tha po jemi. Dhe tani që po vinte armiku nga jashtë, edhe një herë shkoi te Benu Kurejda dhe i pyeti, a jeni në marrëveshje ta di me ne apo jo, sepse dinte pejgamberi alayhis salam se nëse derisa këta po mundoheshin të mbrohen atje në front, që mos t'i lojnë me hynë në Medinë, nëse kthehet Benu Kurejda nga brenda dhe i sulmon, kjo do të ishte fatale për muslimanët. Dhe i pyet ata dhe ata prap ja vërtetojnë që po çdo gjë në rregull është, do të thënë 3 premtime të veçanta në emër të Allahut i bëjnë Benu Kurejda se atë kushtetutën, marrëveshjen që e kanë bërë në fillim, me njëherë pas imigrimit pejgamberit alayhis salam, është ata janë të palëkundur dhe do t'i përmbahen asaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e vërtetoi me ta, megjithatë prej përvojave e dinte se mund të ndodhë dhe kundërta, që mos ju përmbahen marrëveshjes, dhe ju thot sahabëve se duhet të bëjmë diçka për sigurinë e grave, fëmijëve edhe të moshuarve, sepse pra civilëve, sepse nuk janë të sigurt. Kur ne koncentrohemi atje në fillim të Medinës për ta pritur armikun, mund t'i sulmoj dikush se këta janë civil, janë pa mbrojtur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mendon që këta të shkojnë te kështjellat e disa ansarve që ishin fisi Benu Harith, që ishte i vetmi fis që e kishte marrë këtë
arkitekturën që e përdornin jehudët me kështjella për rreth vendbanimit të tyre dhe domethënë e kishin bërë dhe ata në atë mënyrë dhe prandaj pejgamberi alayhis salam tha atje të shkojnë gratë, fëmijët, me ta ishin edhe disa të moshuar dhe ishte një që ishte domethënë vetëm një burr që ishte pak më i ri që ishte Hasan ibn Thabit radiallahu anhu. Kështu që ata vendosen në atë vend. Dhe e kemi një transmetim për atë se çfarë ka ndodhur atje, domethënë prej Abdullah ibn Zubairit, i cili kur ka ndodhur kjo ka qenë rreth 5 vjeç, mirë po këtë e tregon si i rritur pastaj, se çfarë ndodhi në ato kështjella. Dhe është domethënë një gjë interesante, domethënë një mësim edhe prej kësaj se çfarë ka ndodhur atje. Prej transmetimit të Abdullah ibn Zubairit kuptojmë se një natë, derisa domethënë gra dhe fëmijët u vendosën në një fortesë së bashku me edhe Hasan ibn Thabitin edhe disa pleq pra burra, thotë ky bile e transmeton, domethënë e përdor një fjalë në arabisht, thotë Hasani ishte gjeben, që ka kuptimin jo trim, pra kundërta e trimit. Për atë dhe ishte ndoshta aty, dhe është interesant nga njëherë kur thonë edhe sot që njerëz që miren me art nuk janë për shpatë, ndoshta edhe kjo ishte arsye se Hasan ibn Thabit ishte poeti i pejgamberit alayhis salam. Po që i kishte disa anë që tregojnë se edhe sahabët kanë qenë njerëz dhe i kanë pas anët e forta dhe anët e dobta të tyre. Dhe në një natë dëgjohet se dikush po i afrohet fortesës. Domethënë kishin ardhur dikush prej Benu Kurejdes që t'i sulmojnë këta. Dhe thotë Safia, pra halla e pejgamberit alayhis salam, i thot Hasan ibn Thabit, i thot o Hasan, dikush është të dasht me na sulmu, del edhe bën diçka. I drejtohet pra se i vetmi burr që ishte aty. Por, thot Abdullah ibn Zubairi, Hasani thot, o hall e nderuar e pejgamberit alayhis salam, Allah të bekov dhe të shpërbleft. Po mos më parol më shumë. Ti e din që unë nuk mund ta bëj këtë. Kështu që ajo Safia çfarë bën? E vendos një shall që ishte domethënë meshkuj që e vendoshin pra të burrave, që mos kuptohet që është femër. E merr një thik, e fut në gojë dhe del nga dritarja në errësirën e plot, edhe shkon edhe e gjen atë njërin që është duke dashur, domethënë të ngjitet nëpër fortesë, e sulmon në befasi, thot ja prin fytin edhe hedh poshtë që ta shohin edhe shokët e tij dhe që të kuptojnë, të mendojnë ata që këtu pas ka burra të fortë. E thot ata se shohin ata që bjen i vdekur poshtë, me njëherë ikin prej atij vendi. Dhe pastaj Safia i thot Hasan ibn Thabit, o Hasan, shko dhe merri armët e qatij që e vrava, se ndoshta na duhen. Ndërsa thot, në këtë transmetim thot Abdullah ibn Zubairi, Hasan ibn Thabit i thot, jo, s'po shkoj se s'kam nevojë për to. Domethënë është një histori interesante dhe qëllimi i rrëfimit ton është që të kuptojmë shumë gjëra me këtë gjë. Sepse ka njëherë është
një farë mënyrë, një farë tentative që krejt sahabët mi bë superhero, domethënë me pa asnjë gjë, domethënë çdo gjë në perfeksionizëm e tjera. Mirë po, kur i tregojmë këto gjëra, na japin një mësim të madh që ishin njerëz, i kishin anët e forta, edhe kur e kishin ndonjë gjë, domethënë që është njerëzore, prap se prap si me thënë, fshihej kjo gjë për shkak të mirave të mëdha që i kishin, ose për shkak të pendimit të tyre, e tjera, e tjera. Pra, në ligjëratën e kaluar të shpifja ndaj Aishës, e kemi përmend edhe një gjë tjetër, për Hasan ibn Thabit, pra që është prej atyre tre të ndëshkuarve që ka folë për Aishën. Mirë po, për të kuptuar drejt, domethënë rastin e Hasan ibn Thabit dhe pse po e përmendim këtu, është që të kuptojmë se ai kishte anë pozitive. Ishte poeti zyrtar i pejgamberit alayhis salam. Ai e ngriste pejgamberin alayhis salam, e ngriste Islamin para jo besimtarve, në atë mënyrë që as Ebu Bekri, as Omeri, as njeri nuk dinte ta ngriste. Domethënë, në atë çfarë bënte, ishte shumë i mirë. Në një rast pejgamberi alayhis salam i ka thënë, ngrihu Hasan dhe mbroje pejgamberin, sepse dhe Xhibrili do të jetë me ty. Kjo është një fjalë e madhe, domethënë Xhibrili do të inspiroj ty. Aq mirë që te e mbron pejgamberin alayhis salam, pra ka shumë poezi të ruajtura prej tij, domethënë kur janë munduar jo besimtarët, sepse poezia ka qenë shumë e përhapur në atë kohë tek arabët, ka qenë domethënë një media, domethënë ato çka kish bë sot Facebooku apo tjerat media që e bëjnë sot, ato e ka bërë poezia në atë kohë. Dhe e kemi një rast kur Hasan ibn Thabit, pra pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, në kohën e Omerit, ishte ngrit edhe po e thonte një poezi brenda xhamisë. Dhe kur e sheh ashtu Omeri, e godet me shkopin e tij. Atëherë Hasani thot, pse po m'godet? Omeri tha, po thu poezin në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, me poezi ti po mirësh? Atëherë Hasan ibn Thabit i thot, vallahi, unë kam thënë poezi në këtë xhami kur ishte dikush shumë më i mirë se ti. Domethënë ishte pejgamberi alayhis salam. Pastaj i thot, o Ebu Hurera, thot, pash Allahun, tregoj Omerit çka ka thënë adet pejgamberi alayhis salam për mua. Dhe Ebu Hurera thot, po, Omer i ka thënë, qohu Hasan dhe thuaje poezin, broje pejgamberin tënd, se edhe Xhibrili do të ndihmoj ty. Domethënë, kjo është me të vërtet inkurajuese për ne që të dimë se secili njeri i ka ato pikat e forta të veta dhe pa marrë parasysh, nëse ka një anë të dopt, nëse s'është trem sa duhet, nëse bash nuk është për shpatë, nëse është pak më frikacak, por në anën tjetër për nga pena është shumë i mirë, apo për nga shkenca është shumë i mirë, pra mangësit në një aspekt të jetës nuk duhet me të ndalë me lujt rolin tënd unik për të mirën e umetit. Pra, mësimi më i madh këtu është me kuptu që secili nga ne ka një rol në shoqëri. Dhe mos me leju që anët e dopta tona me na ndalu me dhënë kontributin ton për shoqërinë në atë çka është më e fortë, në atë çka domethënë është pikë më e fortë e jonë. Sepse disa gjëra janë, domethënë me të vërtetë është interesant se si disa njerëz mund me pas rol të madh në një aspekt që ndoshta edhe njerëz më të devotshëm nuk mujnë me dhënë atë kontribut. Për shembull, dikujt i shkon shumë thirrja në Islam, që ndoshta hiç dietar nuk është, por
Allahu ja jep atë bereqet. Kemi shumë raste të tilla, për shembull, për Muhammed Alin, për bokserin Muhammed Ali, e kam dëgjuar një ligjërat që thot një dietar që vepron në Amerikë, thot sikur të mblidhe me krejt na dietarët hoxhallarët që kemi vepruar në Amerikë. Në njërën anë edhe Muhammed Aliu në anën tjetër, daveti i tij ka qenë më i fuqishëm se sa i krejt neve bashkë që na të shpjegojmë ti. Do thënë Allahu i jep dikujt bereqet në disa gjëra dhe me të vërtetë nëse i shohim ato video se si e shpjegon thjesht, qartë, mirë, me besim shumë të madh, me bindje shumë të fortë Islamin, nuk është çudi që është bërë shkaktar shumë e shumë njerëz për ta pranuar Islamin. Pra, këtë ngjarje me Hasan ibn Thabit e tregojmë jo për ula të se si s'ka qenë trim dhe ka qenë më trimresh Safia, por me tregu dhe me na dhënë vullnet se nëse i kemi disa anë që janë më të dobta, megjithatë ato nuk duhet me na ndalu me dhënë kontributin ato pika që i kemi të forta për umetin tonë. I kthehemi tani çështjes së Hendekut. Në ekran domethënë e keni një fotografi se si është bërë domethënë ky Hendeku dhe ndoshta po shihni këtu se me këto si ngjyrë portokallët janë pjesët ka qenë e kemi shpjeguar 2-3 herë domethënë se pra demografinë e Medinës, se në të dy anët ka qenë nga lindja dhe perëndimi me domethënë fusha të cilat kanë qenë me gur nga si mbetje të llavës, domethënë gur vullkanik që domethënë kuptohet aty se ka kaluar kush e di sa shekuj më herë ndonjë vullkan që është bërë toka ashtu me pra jo e rafsht, por kuptohet që ka pasur llavë në ato pjesë. Në njërën pjesë, domethënë ka jugu, po i shihni këta drunjë që janë ka pas domethënë këto plantacionet e hurmave që ka qenë e vështirë ushtria me hy në ato anë, pra nuk ja kanë mësy në ato anë, kështu që e vetmja anë është këtej ka veriu i Medinës, pra po e shihni se ka është bërë, domethënë është bërë Hendeku, ka është hapur, dhe këto pjesë e kampit të armikut, pra që janë bërë si tenda, pra janë vendosja atyre, kanë ardhur afër Medinës aty dhe janë vendosur. Pra Hendeku është bërë 2 kilometra i gjatë dhe nuk ka pas nevojë rreth Medinës sepse Medina, kemi thënë, ka pas një mbrojtje natyrale. Pra këto fushat vullkanike në njërën anë, nga poshtë kanë qenë drunjet dhe ka qenë pra më e lehtë në këtë mënyrë që vetëm njërën anë të hapet Hendeku. Dhe ndoshta po e shihni se këtu me një rreth të kuq e kemi bë ku është Benu Kurrejda, pra me njëherë prapa shpinës së besimtarëve, pra është Benu Kurrejda, pra nga brenda Medinës. Dhe është armik që mund të shkakton shumë probleme nëse do të organizohet. Sa i përket hapjes së Hendekut, pra ishte një gjë shumë urgjente dhe të gjithë ishin të angazhuar maksimalisht, domethënë për ta hapur dhe mund ta paramendoni, nuk kishte ndonjë makineri, ndonjë pajisje që të hapet ky Hendek. Krejt çka kishin ishte fuqia punëtore me disa mjete pune shumë të thjeshta. Domethënë gërmim i thjeshtë. Sipas transmetimeve,
ka zgjatur 10 ditë hapja e hendekut dhe ishte bërë thjesht me ndalu ushtrinë, domethënë që mos të kalon në këtë anë, pra ishte një taktikë e përkohshme. Sahabët filluan punën pa ndërprerje ditë e natë. Nga më të varrit tek më të pasurit, gjithë morën pjesë, përfshirë edhe vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët përmendin se ishte pra kur e shihnin pejgamberin alayhis salam duke e hapur hendekun, ky ishte prej faktorëve më motivues për ta që të vazhdojnë punën. Enes ibn Malik tregon se pejgamberi alayhis salam doli domethënë të punuar dhe edhe pse mbrëmjet ishin shumë të ftohta, nuk ndalej domethënë dhe vazhdimisht punoni. Dhe kur i shihte pejgamberi alayhis salam se janë lodhur dhe janë urritur muslimanët, ai i bënte domethënë si dua, si poezi, si domethënë diçka për t'i motivuar ata që të vazhdojnë. Pra thoshte o Allahu im, me siguri që jeta vërtet është ajo e ahiretit, o Allah fali ensarët dhe fali muhaxhirët. O Allah, po të mos ishe ti, ne nuk do të ishim udhëzuar, nuk do të kishim dhënë lëmosh, nuk do të ishim lutur. Prandaj zbrit qetësi mbi ne dhe forco këmbët tona se takohemi, sepse armiqt kanë kryer shkelje të rënd kundër neve dhe ne do t'i luftojmë ata. Pastaj prapë thoshte o Allah, sikur mos ishte ti, ne nuk do të udhëzoheshim, nuk do t'jepnin lëmosh dhe as nuk do të faleshim. Prandaj dërgo paqen tënde mbi ne dhe forco këmbët tona kur armiqt na vijnë. Vërtet armiqt na kanë bërë padrejtësi dhe ata duan fitne ndërsa ne i luftojmë ata. Dhe kështu që edhe ensarët dhe muhaxhirët përgjigjeshin, ne jemi ata që ju kemi betu Muhamedi alayhis salam në luftë dhe në përpjekje të përhershme derisa jemi gjallë. Pra, kur po përkthehen këto fjalë nuk po dalin aq poetike, mirë po e dini se është traditë dhe sot e kësaj dite që ushtria për shembull të thotë diçka edhe të tjerët të vazhdojnë. Disa libra thonë se hendeku ishte 12 kilometra dhe 5 metra i gjerë, por domethënë më saktë është kjo që ishte 2 kilometra sepse sipas llogaritjeve për 10 ditë 2000 deri 2500 burra, domethënë sa kanë mundur të punojnë në mënyrë të vazhdueshme, nuk ka mundur të jetë kaq i madh. Sigurisht që ky ndërtim i këtij hendekut i ka izolu ata nga jashtë, kështu që tani ishte me këtë u bë edhe një problem i ri se nuk dishin sa do zgjasin furnizimet me ushqim. Pra kur po themi kanë izolu, në njërin anë nuk e lën armikun, në anën tjetër as s'mund të kalosh dhe të furnizohesh me ushqime. Prandaj domethënë edhe kjo ishte rreziku tjetër. Ky rrethim zgjati më shumë se një muaj dhe kjo ka ndikuar shumë rënd në furnizimet e tyre. Domethënë në ligjëratat e ardhshme do të shpjegojmë se kanë qenë një prej kohrave më të vështira në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe të sahabëve, sepse ata do të ballafaqohen me armikun tepër të madh që ishin mbledh gjithë së bashku, do të ballafaqohen me mungesë të ushqimit, furnizimit, do të ballafaqohen me dimrin shumë të ftohtë, do të thënë që do të ndikoj edhe kjo në vështirësi shumë të mëdha
dhe do të ballafaqohen edhe me armikun e brendshëm me Benu Kurrejve. Pra është një kohë shumë e vështirë në jetën në Medinë që do ta shpjegojmë në hosi, inshallah, domethënë gjatë ligjëratave të ardhshme. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, e lutim Allahun të jetë e dobishme për ne dhe për ju. Allahu ju shpërbleft me të mira. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.